Mirë mbrëma të nderuar. Dje Parlamenti Evropian miratoi raportin e progresit për Maqedoninë e Veriut për vitin 2025, ku nga ky raport i miratuar u veçuan ose të paktën u interpretuan në vendin tonë 3 çështje kryesore. Ajo që ndërlidhet me ndryshimet kushtetuese, ndikimi i botës sërbe në Maqedoninë e Veriut dhe çështjet që ndërlidhen me zbatimin e përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Dita e djeshme ngjashëm u karakterizua dhe me një vendim arbitrar të gjykatës kushtetuese, me çka u shfuqizua një vendim i vitit 2007, në fakt me çka sheshi Iliria nga dje do të vazhdoj të quhet me emrin e vjetër Marshall Tito. Sonte do të diskutojmë edhe për tema tjera politike që ndërlidhen me ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, me ligjin për jurisprudencën, për kazinot e të tjerat, me 2 bashkëbisedues nga 2 subjektet më të mëdha politike në kampin shqiptar. Kemi këtu përfaqësuesin nga koalicioni Vlen, zotin Driton Sulejmani. Mirëmbrëma zoti Sulejmani, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Dhe përballë tij është përfaqësuesin nga Bashkimi Demokratik për Integrim, sekretari organizativ zoti Nebi Rexhepi. Mirëmbrëma zoti Rexhepi, mirë se erdhët. Mirëmbrëma zoti Ismaili, faleminderit për ftesën dhe faleminderit për mundësinë që të ndajmë qendrimet tona në ekranet televizive. Kënaqësia jone është për të sjellë këtu dhe për të përballur faktet dhe argumentet në mënyrë që të transmetohet ajo që është e vërtetë reale tek audienca. Po filloj me ju zoti Sulejmani, me vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese, pastaj për të vazhduar edhe me tema tjera. Kryetari i gjykatës kushtetuese Konstantinovski pak më herët, disa javë më herët deklaroi që nuk është kundër gjuhës shqipe. Mirë po dje me një vendim majorizues ku 5 të gjykatës kushtetuese maqedonas kanë votuar pro një vendimi për ta shfuqizuar pra një vendim që është marrë vitin 2007 për të ndërruar emrat në qytetin e Tetovës. Cili do të jetë veprimi i radhës i koalicionit Vlen me që qeverisni në pushtet lokal në Tetovë? Jemi të vetëdijshëm për vendimin që ka marrë gjykata kushtetuese. Duhet patjetër të japim një konstatim se fatkeqësisht gjykata kushtetuese në shumë raste po paraqitet si dorë zgjatëre e pushtetit të kaluar. Këtë mund të argumentojmë edhe me faktin se shumica e përbërjes së asaj gjykate kushtetuese janë të votuar nga shumica e pushtetit të kaluar. Kemi edhe fakte dhe argumente ku vetë njëri prej gjykatësve të asaj përbërje në debat televiziv e pranon se unë jam zgjedhur antar i gjykatës kushtetuese, zotri Osman Kadriu, në Allsat e thot, me përkrahjen e grupit parlamentar të BDI-s dhe me përkrahjen e kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti. Tani këtu atë vetëm ta qartësojmë. Nëse nuk do ta kishte mbështetur BDI, a do të ishte zoti Kadriu gjykatës? Ka bërë gabim BDI pse ka mbështetur? A do duhej domosdoshmërisht ta mbështet? Parimisht qeveria nuk duhet të përzihet në punën e gjykatave. Kjo është një parim ndarje e pushteteve dhe është vetë deklarata e tij është me një farë mënyre skandaloze dhe paraqet në mënyrë të drejtë për drejtë përzihen e pushtetit në pushtetin gjithësor. Gjë që nuk duhet të ndodhë realisht dhe për këtë arsye në pjesën e gjithësisë kemi edhe raport negativ që e përmendet nga Parlamenti Evropian. Pjesa tjetër, ajo të cilës po përmendëm rastin e vendimit për ndryshimin e emrave të rrugëve, fatkeqësisht në vitin 2007 në Këshillin Komunal të Tetovës, fatmirësisht është marrë një vendim i tillë për të ndryshuar emrat e rrugëve, mirëpo ky vendim nuk është miratuar e para nga qeveria, gjithë këto vite, prej vitit 2007 deri në vitin kur BDI ka qeverisë në pushtetin qendror, nuk kemi vendim të miratuar dhe e dyta, sipas informatave që kam, është sjellur pa badenter vendimi i tillë. Dhe kjo ka qenë edhe arsye pse gjykata kushtetuese e ka shfuqizuar si vendim, për arsye se pushteti i kaluar në vazhdimsi ka prodhuar gjysmëzgjidhje. Tash, çka do të bëj Këshilli i Tanishëm Komunal, i cili menaxhohet nga ana e koalicionit Vlen, vetëm se është formuar komision për të shqyrtuar ndryshimin e emrave të rrugëve. Komisioni është duke zhvilluar punën dhe qëllimi jonë është që t'i ndjekim të gjitha procedurat ligjore që mos ta sjellim punën që pastaj prap këto vendime të shfuqizohen në gjykatën kushtetuese. Sa i përket vendimit konkret, pse më parë ka qenë sheshi Iliria e sot është sheshi Marshall Tito, zyrtarisht asnjëherë nuk ka qenë sheshi Iliria. Edhe disa rrugë me siguri gjatë ditës së djeshme keni pasur mundësinë që në rrjetet sociale
të paraqiten letër njoftime ku në letër zoti njoftim Sulejman, qëndron emri e rrugës së vjetër. publik, sepse edhe ju si vlen kur keni organizuar tubime në Tetov, keni dhënë tubimin po organizojmë në sheshin Iliria. Edhe ju e keni qujtë kështu. Kemi qujtur ashtu, po zyrtarisht nuk është. Po ju keni qeverisë me komunën edhe çdo ashta verifikoni pse nuk figuron zyrtarisht. Shifne, kjo është arsyeja se pse është formuar komisioni për ndryshimin e emrave të rrugëve. Dhe ky komision tash po e bën punën e vet. Mirë po, për dallim prej më parë, tash do të respektohen të gjitha procedurat, vendimi do të merret me badenter, do të kalojë në qeveri dhe vendimet e atij komisioni dhe Këshillit Komunal të Tetovës do të jenë të plotfuqishme dhe nuk do të mund të shfuqizohen nga gjykata. Ta dëgjojmë zotin Rexhepi. Zoti Rexhepi e curin ose për këtë procesin për cilin po flasim, me gjas ju jeni njoftuar edhe më mirë sepse vini edhe prej asaj zone. Ideja ose situata erdhi deri këtu si rezultat i një kërkese që ka dërguar pra një lëvizje nacional çlirimtare antifashiste maqedonase, cilët e kanë dërguar deri tek gjykata kushtetuese dhe gjykata kushtetuese mori përsipër për shqyrtim këtë pikërisht në mars të këtij viti, me çka pasoi në qershor vendimi për ta shfrytëzuar këtë vendim. Pse kjo kërkesë erdhi pikërisht në këtë periudhë? Sepse e curin e tregun, pra rasti është nga viti 2007. Zoti Ismaili, vendimi i Këshillit Komunal i sjellur në vitin 2007, atë që e tha zoti Sulejmani dua që të demantoj, për arsye se vendimi i Këshillit Komunal aso kohë është sjellur me badenter. Dhe për këtë ka dëshmi në arkivin e komunës së Tetovës. Sa i përket vendimit për anulimin e emrave, Iliria, Dervish Sara e të tjerët, dhe rikthimin e emrave Marshall Tito, Ivo Lola Ribar, Radovan Corniqe, JNA, 29 nëntor, kështu me radhë, është si rezultati një ankese, një parashtrese që është bërë nga një shoqat e dalur nga luftëtarët e luftës nacional shërimtare, pikërisht në shkurt ose mars të vitit 2025. Në mars, po. Në mars ose shkurt të vitit 2025 është parashtruar ankesa në gjykatën kushtetuese. A thuhet me vallë ne që për nga 2007 deri në vitin 2025, që janë 18 vite hapësirë, nuk ka pasur të interesuar shoqata, nuk ka pasur të interesuar individ, nuk ka pasur të interesuar grupacione të ndryshme, të cilat kanë mund ta bëjnë këtë si ankesë, ta parashtrojnë si ankesë dhe t'ja arrijnë qëllimin. Po ka pasur shumë, mirë po nuk kam pasur fuqinë e besimit në vetvete, se do mund ta kalojnë një vendim të tillë dhe një gjykatë kushtetuese, e cila për fat të keq është shndruar në gjykatë politike, gjykatë jo kushtetuese, e kështu me radhë, në të cilën antarët për të cilët ju i apostrofoni, mbivotohen kur të duan. Mirë po, nuk kanë mundur të mbivotohen në kohën kur ka udhëhequr Bashkimi Demokratik për integrim me qeverinë. Për arsye se fuqia politike, legitimiteti politik i dalur nga populli të jep edhe legitimitetin e pushtetit. Për fat të keq, vlen që sot paraqitet se është përfaqësuese legjitime e shqiptarëve, numëron kulltuqet, por nuk numëron legitimitetin brenda atyre kulltuqeve. Numëron pozita, por nuk numëron guximin që të mbrojë të drejtat, për arsye se është pjesë e kësaj qeverie, si një i përkthelu, si një i preferuar i kryeministrit, dhe në këtë mënyrë kryeministri bashkë me pushtetin e vet, politik gjyqësor dhe të tjerët, nuk bën asgjë tjetër përposa asaj që e realizon premtimin të cilin e kishte dhënë përpara zgjedhjeve të fundit parlamentare, ku Maqedonin u premtoi se do ktheje maqedonasve. Dhe në këtë lojë, në këtë procedurë të rikthimit të Maqedonisë në duart e maqedonasve, për fat të keq, është edhe koalicioni Vlen, që është pjesë e kësaj qeverie, e cila nuk ka mundësinë, fuqinë, guximin që të parandalojë edhe një vendim më antishqiptar nga të shumtët të cilët i kanë paraprirë këtij vendimi. Për arsye se vendimi të gjykatës kushtetuese në Tetovë i ka paraprirë kryqin në Kodrën e Diellit, i ka paraprirë dënimi drakonik i Shkëndijës para ca ditëve, i ka paraprirë një marsh
i koalicionit vlen para zgjedhjeve lokale, pa asnjë simbol kombëtar. Dhe kjo që ndodhi dje në gjykatën kushtetuese është vetëm kupolla e ndërtuar me një ndërtesë që nuk e dim se ku do ta ketë fundin. Për arsye se ne sapo fillojmë të mendojmë se një e arritur është zhbër dhe marr nuk ka ku të shkojmë më të dje, të nesërmen kjo qeveri, ky pushtet gjyqësor neve na dëshmon të kundërtën dhe thotë se e keqja ndaj shqiptarëve me këtë pushtet, me këtë qeveri, nuk e dim se ku e ka fundin. Tani ta dëgjojmë zotin Sulemani. E para, asnjë arritje e shqiptarëve nuk është zhbërë. Zhbërja e këtij vendimi ka të bëjë për arsye se vendimi është gjysmak. Sikur që kanë pasur plot vendime gjysmake, sikur që është çështja me punën e medresantëve, të cilët para zgjedhjeve i therrën, i mashtruan dhe në fund gjykata e shfuqizoi, vleni e rregulloi këtë punë me ligj dhe mund nuk kanë problem. Sikur që është gjysmake zgjidhja e ligjit për përdorimin të gjuhëve, sikur që është gjysmake mos lejimi i studentëve për ta dhënë provimin e jurisprudencës dhe plot vendime të tjera. Do thonë, në kohën e vlenit, asgjë që është arritur për shqiptarët nuk është shfuqizuar. Gjitha janë madje të avancuara në shumë çështje. Ajo që e përmendët në lidhje me legitimitetin prej popullit që e marrim për t'i përfaqësuar në qeveri, jo në organit gjyqësore. Organit gjyqësore nuk përfaqësojnë popullin, po ato janë të pavarura prej politikës dhe nuk zgjedhen nga zgjedhjet parlamentare. A janë kështu gjithë zoti Sulemani, edhe ata që janë në gjyqësor edhe maqedonanë të shqiptarë, Kështu duhet të jenë abedin. Pak të krijohet një përshtypje në opinionin publik, sepse koalicioni vlen merret vetëm me zotin Kadriu, cilin e potencuar, i cili vetë ka deklaruar. Gjithë aty janë zgjatje politike e pushtetit të kaluar. Edhe vetë zoti Konstantinovski ka qenë këshilltari i ish-presidentit Gjorgje Ivanov. Nuk po i përjashtoj të tjerët, të gjithë aty që janë, me një farë mënyre, janë duke luajtur rolin e një zgjatimi të pushtetit të kaluar, sepse edhe kanë qenë të votuar në atë kohë. Tash edhe disa informata në lidhje me Këshillin Komunal. Në pushtet lokal të komunës së Tetovës dhe akoma vazhdoni të thoni që do të ne po e rregullojmë, kemi marrë masa konkrete ju udhëheqni me komunën e Tetovës tash. Ne do ta zgjidhim këtë punë. Edhe nuk do të mundet asnjë gjykat me shpërndarje. Edhe të tjerët, keni qenë pjesë e asaj qeverie dhe keni qenë pjesë e pushtetit. Ndoshta kur janë votuar pikërisht edhe këta antarë të gjykatës kushtetuese. Jo, nuk kemi. Pushteti i gjykatës është i pavarur nga pushteti politik. Por emërtimi i tyre bëhet pikërisht nga Parlamenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nuk e di sa mund krenoheni ju si BDI për pavarësinë e pushtetit gjyqësor, se gjithë kemi ndëgjuar ato bombat e famshme të përzierjes direkte të ish-ministrit tuaj të drejtësisë. Sa i përket vendimit për shfuqizimin e emrave, edhe një informat, ankimimi është bërë nga Darjan Sotirovski, ish funksionar i LSDM-s, kryetar i Komisionit për Marrëdhënie mes Bashkive Fetare. Jo ato shoqata që po i përmendni ju. Dhe kjo është indicje. Kjo është zoti Sulemani. Ku e keni marrë këtë informatë? Ku është burimi? Ku është burimi? Personi që po e përmendi doli dhe u lavdrua se publikimin. Doli dhe u lavdrua se ja kam arrit qëllimin tim. E tash, opozita e tanishme në mënyrë të vazhdueshme po mundohet të imponojë çështje të caktuara se kinse këtu ka probleme drejtnike. Faktin e tillë e demanton fuqishëm raporti i Komisionit Evropian. Komisioni Evropian thotë se marrëdhëniet drejtnike në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë stabile. Komisioni e raportit thotë se marrëveshja e Ohrit po respektohet. Bile marrëveshja e Ohrit edhe po avancohet me propozimin tonë për ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat. Do të thonë gjitha punët të cilët këto po na akuzojnë, i ka demantuar jo ne, i ka demantuar raporti i Komisionit Evropian, të cilët mund të llogarisim si një arbitër neutral, të cilët me sy neutral i vëzhgojnë sendet në tek ne edhe vlerësojnë ashtu. Vetëm me këtë argument ju po e legjitimoni vendimin e gjykatës kushtetuese. Nuk po e legjitimojmë. Ne po kemi dyshime. Kujt i pengojnë emrat shqip në Tetov? Ne po kemi dyshime. Jo, ne po situata është stabile, ne nuk po paktën do thotë nuk ka indicie për destabilizim të vendit, mirë po megjithatë se ka vendimi i tillë. Me marrë tani për bazë raportin e Parlamentit Evropian, Komisionit Evropian, çfarë thotë se situata marrëdhënieve etnike janë të relaksuara mirë, në të njëjtën kohë ke vendime monoetnike, majorizim gjykatë kushtetuese, tani janë dy gjëra që janë në kundërthënie, apo? Jo, nuk është ashtu.
Po si nuk është majorizuese, me siguri. Po si nuk është ku 5 gjykatës Maqedonas votojnë, 2 shqiptar nuk votojnë kundër dhe 1 turk voton kundër. Vendimet ligjore të sjellura në atë kohë kanë lënë hapësirë që dikush të mund të ankimojë dhe pastaj ti shpërbëj ato. Ka hapësirë. Apo punon dikush kundër gjuhës shqipe. Pse nuk po shfuqizohen vendimet e Këshillit Komunal të Çajirit, i cili këshill komunal ka ndryshuar mbi 100 emra të rrugëve. Janë vendosur emra të për shembull Lukshin Hotit, Adem Demaçit. Pse nuk po shfuqizohen këto? Jo. Këto vendime janë marrë duke respektuar të gjitha procedurat, sepse ne nuk sjellmi zgjidhje gjysmake. Ne i respektojmë të gjitha procedurat dhe vendimet të cilet i sjellim ne nuk mund të kontestohen nga asnjë gjykatë. Zoti Sulejmani, ajo që e përmenda vetëm ta ne keni krijuar në vazhdimsi tash 2 vite, përderisa jeni pjesë e pushtetit, se të gjitha vendimet janë gjysmake. Është vetëm një arsyetim që ju mundoheni të jepni përpara qytetarëve nga pamundësia dhe nga pafuqia për të mbrojtur të arriturat e shqiptarëve. Po të ishin të tërësishme, pse ne duhet të miremi me këta institucione tash 19 vite? Pse nuk i kanë zhbërë këta? Ku kanë qenë këta institucione tash 19 vite? Pse nuk i kanë zbrapsur të arritat e shqiptarëve? Ju lutem, ju jeni tash 2 vite më pjesë e pushtetit dhe jeni të kontrolluara politikisht. Ju e bëni shumicën parlamentare. Dhe ju keni përgjegjësi për atë që është duke ndodhur tash dhe për atë që është duke u zhbërë. Çfarë përgjegjësie kemi ne kur po mundohemi me zgjidh problemet? Nuk mund të thirreni në raportin e Komisionit Evropian se është gjithçka në rregull, kurse në pikën e 75 të raportit e Bashkimit Evropian thuhet Bashkimi Evropian shpreh shqetësimin për lidhje gjithnjë më të forta ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut me qeverinë e Republikës së Serbisë, e cila ndjek një agjendë jo liberale, shpreh shqetësimin për narrativat që promovohen në rajon dhe që vënë në pikpyetje sovranitetin dhe integritetin territorial të shteteve, përfshirë të ashtu quajturën botën serbe. Botën serbe dhe në kryet asaj botën serbe, zoti Sulejmani, ju e keni një zavendës kryeministër i cili nga dita ditës mban kontakte, mban relacione dhe realizon politikat e kësaj botës serbe. Dhe ju thirreni në atë dhe ju është vjetëruar kjo narrativ. Është qesharake për botën serbe të kritikojë BDI. Nuk ju besoj më dhe votuesit që ju kam votuar juve. Në rrugët e Ohrit duhet të ndryshoni narrativën, se nuk është keni hapur Serbisë derën e madhe përmes Ballkanit hapur. Ballkan i hapur i cili ka qenë kundër Republikës Kosovës, i cili ka qenë projekt i Vučićit, ju e keni marrë dhe ja keni hap derën e madhe atij projekti. E keni hecur Vučićin në rrugët e Shkupit, në rrugët e Ohrit, dhe tash të na akuzoni neve. Të cilën e thoni tash edhe fëmiu më i vogël se vleni nuk ka lidhje me botën serbe. Sulejmani se vlen në qeveri është duke realizuar dhe duke avancuar të drejtat. Mjafton të përmendim që gjatë qeverisjes suaj ka një zhbërje drakonike të përdorimit të gjuhës shqipe në institucione. Nuk është e vërtetë. Kemi dëshmi. Se në kohën e Juve nuk ka pas. Jo, ne e kemi miratuar, ne e kemi sjellur ata. Ne e kemi sjellur ligjin. Po ju mund të gjeni mbi 100 kronika nëpër televizione ku ke shpërdoret ligji për gjuhën. Zbërja e balancuesit si mekanizëm për përfaqësim adekuat etnik. Po ju e keni lënë balancuesin në kuadër të një mjeti, na po e bëjmë ligj. Zbërjes edhe të Badenterit dhe dëshmi më e mirë e kësaj ishte pikërisht puna e komisionit Badenteri është kategori kushtetuese, nuk zhbëhet ai. Kush qyrtohej çështja e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ku mundoheni të jepni edhe një emër tjetër, edhe një format tjetër, badenter të madh dhe badenter të vogël. Nuk ekziston në legjislacion, në kushtetut, badenteri madh dhe badenteri vogël. Do të diskutojmë ne e dimë se çfarë teknikalitet badenteri është badenter. Do ta mbyllim. Po kryetari i komisionit që vjen nga pala juaj. Tash i ai e thotë do e kalojmë me badenter të vogël. Po, zoti Azizi, po. E kanë zvogluar. A mundet që ngadalë që mos të devijojmë në tema tjera, ta mbyllim çështjen e ngjarjes që ka ndodhur në Tetov. Zoti Rexhepi, e dëgjua zotin Sulejmani teksa dha një argument dhe tha pse nuk po shfuqizohen emrimet e rrugëve që janë bërë në komunën të Çajirit. Është një arsyetim i pabaz, për arsye se kjo që ka nisur në Tetov, të nesërmen do marrë edhe në Çajir, por nuk është fundi kjo, se ne i frigohemi edhe një fenomeni tjetër, që me këtë nismë të gjykatës kushtetuese
politike, që është ndikuar drejt për drejt nga pushteti aktual, e zgjedhur nga pushteti i kaluar, do fillojnë që dal nga dal edhe në libra tam, shqiptarëve t'u ashtojnë prapavinë e Ovit, e Skis, e atyre të cilët i kanë pasur më herët, dhe vleni për fat të keq, do jetë përsëri një shikuese e mirë e këtij teatri që do ndodh në skenën politike dhe do dal me narrativën se edhe për këtë Bashkimi Demokratik për Integrim e ka fajin, se nuk e ka bërë zgjidhje ligjore që të mund të mos mund në librat ta vejnë jo, ne kemi qeverisur për shumë vite dhe çdo e arritur gjatë asaj kohe të qeverisjes është arritur me shumë mund, me shumë sakrificë. Bile, për këto të arritura, të cilat janë të dalura nga marrëveshja paqësore e Ohrit, është derdhur edhe jak, zoti Sulejmani. Ju keni qenë edhe pjesë e pushtetit, ju keni qenë pjesë e mozheme me LSDM në koalicion. Po, gjysmë kryetari juaj ka qenë bartës i listës së mozheme në zgjedhjet e 2020-s në komunën e Tetovës, në zonën numër 6. Po ju keni qenë me Nikola Gruevski në pushtet. Prandaj, jo, ne nuk kemi qenë bartës në listën e VMRO-s. E keni mbajnë pushtet 10 vite antishqiptari më të madh. Ne kemi qenë partner të koalicionit, të cilët me përgjegjësi më të madhe kemi mbrojtur interesat e shqiptarëve. Çka keni mbrojtur? Për arsye se pikërisht vota shqiptare na ka dhënë legitimitetin e përfaqësimit. Dhe nga kjo nuk kemi lëvizur një hap më tej. Në kohë ka ndodhur tragjedi më të madhe kundër shqiptarëve këtu. Dhe kjo e tregon se Bashkimi Demokratik për Integrim gjatë gjithë kohës së qeverisjes, çdo të arritur e ka bërë bazuar mbi ligje, mbi kushtetut dhe mbi të drejtat e shqiptarëve në këtë vend. Vazhdojmë tutje. Zoti Sulejmani Mesjera ashtu përmend raporti i Progresit, i cili deklaron dhe konstaton që ka, do të thotë me që veç fillua ta merrni përballë, thotë që ka ngecje në sundim të ligjit, ka probleme me pavarësinë e gjyqësorit, lirinë e mediave, çështjet e ambientit dhe çështje tjera problematike. Kur jemi tek çështja e gjyqësorit, ju thatë që gjyqësori ka qenë i kapur nga pushteti i kaluar. Tani pse nuk po çkapet? Shifne, momentin që ne kemi ardhur në pushtet, e kemi gjetur gjyqësorin me 2% përkraje të popullatës. Do të thonë përkraje më të besueshmëria më e ulët historike. Dhe jo rastësisht ka ardhur deri te besueshmëri duke pas parasysh mos ndëshkueshmërinë për vite të tëra të gjithëve që kanë shkelur ligjin, duke pas parasysh përzierjen direkte të gjitha partive politike që kanë qeverisur deri në atë kohë, dhe thjesht edhe në rast se e marrim parasysh reformat të cilët do duhet i bëjë shteti i Maqedonisë së Veriut, një prej reformave më të rënda janë këto reformat në sistemin gjyqësor. Ne vetëm se kemi filluar disa çështje që të reformojmë, për shembull, është sjellur ligji i ri i Këshillit Gjyqësor, janë hapur lëndë për korrupsionin e lartë, është ngritur mekanizëm institucional për koordinimin e luftës kundër korrupsionit, është votuar ligji për Këshillin e prokurorëve, domethënë janë bërë disa hapa. Te ky ligj nga vetë prokurorët ka pas shumë kundërshtime edhe në kuvend, do të debati që është zhvilluar e kanë kundërshtuar këtë ligj. Ka pas kundërshtime, mirë po kemi marrë hapa konkret për të filluar këtë reforma. Padyshim që këto reforma nuk janë të mjaftueshme, duhet edhe shumë punë për të bërë, për ta kthyer fillimisht besueshmërinë e qytetarëve ndaj sistemit gjyqësor, i cili ndoshta ne ka sjell fatkeqësi më të mëdha neve si kom këtu, kur i marrim parasysh të gjitha rastet e montuara politike që kanë ndodhur në kohën e lavdërishme të BDI-s, me të cilën oponentët e tanë lavdërojnë vazhdimisht, të mos i përmendi rasti Monstra, rasti Alfa, rasti Sopotit e shumë të tjera. Tani kur jeni në pushtet, nuk është se ishme me i përmend zoti Sulejmani, është ishme me i punu që mu zbardha të rase. Jo, është, sepse duhet partia nga vini ju, ta zëm alternativa, ka pas program me cilin ka hyrë edhe në qeverisje para prake. Në kohën tonë nuk ka ndodhur as edhe një rast tjetër. As edhe një. As edhe një rrahje në autobuse nuk ka pasur. As edhe një djegje të pronave shqiptarëve nuk ka pasur. Fiks. Këto çështje janë tejkaluar, nuk po ndodhin më. Tash padyshim që ne punojmë në vazhdimsi për të gjetur ndonjë zgjidhje që rastet e tilla të marrin një epilog të favorshëm për palët e dëmtuara. Ka një rast i cili
përfundimisht pas sa viteve në periudat e mëpashme ka marrë një epilog të tillë, siç është rasti i Sopotit, ku padrejtisht shumë njerëz kanë kaluar vite burg aty pa pasur fare faj, po i shqirtojmë edhe mundësit edhe për raste tjera që të shqirtojnë, që të marrin epilogje të tilla e kështu me radhë. Na ka mbetur edhe shumë punë për të bërë. Sa i përket lirisë së mediave, edhe këtu ngecim në disa aspekte, po punohet edhe në këtë drejtim, sidomos po punohet në kodin zgjedhor, i cili parashef edhe atë pjesën e ndarjes së mjeteve buxhetore për mediumet, ka dhe shumë punë për të bërë. Mediumet duhet jenë të lira që ta zhvillojnë aktivitetin e tyre pa përzierje politike. Në rastin që e përmendet për ajrin, ndotjen e ajrit, mjedisit, mbeturinë e kështu me radhë, vetëm se kemi filluar projekte të caktuara nëpër komuna për të punuar në këtë drejtim, mund ta marr si shembull pozitiv komunën e Araçinës, edhe kryetarin e ri të Araçinës, i cili ka sjellë një sistem të ri të përpunimit të mbeturinave në komunën e Araçinës me mbështetje të Ministrisë Ambientit. Domethënë nuk është se i kemi kryer të gjitha punët, po është e rëndësishme se po lëvizim me hapa pozitiv drejt përmirësimit të gjithë këtyre kritikave që i kemi marrë në raport. Kur për herë të fundit keni folur për ndryshimet kushtetuese? Në çfarë aspekti? Në gjitha aspektet e mundshme. Kur koalicioni Vlen për herë të fundit ka folur për ndryshimet kushtetuese? Ndryshimet kushtetuese me siguri sa i përket inkuadrimit të bullgarëve në kushtetuese. Po sigurisht. Ato çka do thotë e dini që ka qenë edhe kërkesë e komisionerit Vajc që të largohet ajo pikë, mirë po në raportin e miratuar, protokolli i dytë për fshisi të mirë mes Shkupit dhe Sovjes mbeti në këtë rezolutë të miratuar nga Parlamenti Evropian. Dhe blokada kryesore për rrugën drejt BE-s, natyrisht që janë ndryshimet kushtetuese. Patjetër. Zoti Ismaili, më duhet patjetër ti të bëj një ndërlidhje të asaj. Ata që vetëm këtë përgjigje prej zotit Selemani, pastaj do të ndërlidheni. Do e vazhdoj. Jo, unë po e shikoj edhe kohën edhe ju do ta keni kohën tuaj, zoti Rexhepi, patjetër. Të gjithë e dim se kriteri kryesor për të vazhduar bisedimet në Bashkimin Evropian janë ndryshimet kushtetuese. Vleni qysh kur ka hyrë në qeveri, dhe jo vetëm Vleni, po gjithë partitë politike shqiptare janë pro ndryshimeve kushtetuese. Deklarativisht vetëm. Jo, fakt është kjo. Po vetëm mirë po, vetëm me votat e partive politike shqiptare, a bëhen ndryshime kushtetuese? Nuk bëhen. Do thonë ndryshimet kushtetuese nuk bëhen edhe pa vullnetin e deputetëve të VMRO DPMNE-s. Do thonë kjo është fakt. Edhe BDI po të jetë në pozitën tonë, do të jetë në gjendje të njëjtë. E çfarë? Problemi këtu është se me një farë mënyre qeveria është duke kërkuar edhe disa garanca tjera që kjo të jetë ndoshta kushëzimi i fundit, që ne pastaj pa kurfar problemi të marrim edhe të implementojmë ndryshime kushtetuese. Sepse edhe në raportin e BE-s, në raportin mes Sofjes dhe Shkupit, më thonë si është ai qëndrimi jonë, ne jemi për të ndërtuar raporte të mira. Mirë po, tash në raportin e BE-s, nëse i referohemi Raportit Parlamentit Evropian, paragrafi 8, 9, 71, 74, i thekson disa çështje me të cilet edhe ne kemi ngritur si shqetësime. Për shembull, paragrafi 8 thotë se çështjet bilaterale nuk duhet të instrumentalizohen në procesin e integrimit. Paragrafi 9 thekson se identiteti gjuhësor, kulturor dhe nacional nuk duhet të vihet në pikpyetje nga palët e treta dhe se procesi antarësimit duhet të bazohet në merit. Ndërsa paragrafet 71 dhe 74 flasin për dialogun me Bullgarinë, zbatimin e marrëveshjeve dhe punën e komisioneve të përbashkëta. Do me thonë, duhet me një farë mënyre, shteti i Maqedonisë, i cili ka bërë lëshime të caktuara për të antarësuar në NATO dhe tash e ka vullnetin që t'i bëj të njëjtat ndryshime për ta përshpejtuar rrugën për Bashkimin Evropian, me një farë mënyre është duke kërkuar një garancë se çështja e ndryshimeve kushtetuese për t'i futur bullgarët do t'jetë edhe kushti i fundit që ne mos kemi pastaj probleme gjatë rrugës, mos pengohemi më, mos kemi blokada të tilla, sepse interesi jonë është që sa më shpejt të antarësojmë Maqedoninë në BE, që qytetarët t'i shfrytëzojnë të gjitha ato të drejta. Kur e keni ditur realitetin se vetëm me votat e koalicionit Vlen, me cilat keni garu, nuk bëhen ndryshimet kushtetuese, pse atëherë para opinionit publik e vendosët kusht që Vleni nuk bëhet pjesë e një qeverie pa ndryshimet kushtetuese? Kur e keni ditë se nuk e keni atë fuqi ose atë potencial, jo si vetëm Vleni, po dhe parti tjera. Shif në tash, ne në vazhdimësi po punojmë që këto të ndodhin.
nuk është se po rrim duar kryq, edhe jemi pajtuar me fatin. Si ta shohim ne këtë punën tuaj? Si ti besojmë po bëjmë punë përditshme. Cilat punë? Zëvendës kryeministri i parë, Bekim Sali, po dhe ministrat e tjerë në mënyrë të vazhdueshme bëjmë vizita zyrtare në Bruksel. Po tentojmë që të krijojmë raporte. Ata janë çdo herë me zotin Sulemani. Tash janë të intensifikuara. Po punojmë në... Tani pjesë punës mos na i fusni në fotografitë që bëhen. Jo, po punojmë edhe punë konkrete që na afrojnë me Bashkimin Evropian. Siç është çështja e reformave. Ne jemi duke i zbatuar reforma që momentin që ndodh zhbllokimi i procesit, ne të jemi shumë më afër të gjitha kritereve dhe kushteve që i kërkon Bashkimi Evropian. Dakor. Tani t'ja japim kohën e duhur edhe zotit Rexhepi. Po, zoti Rexhepi, kemi parasysh. Zoti Sulemani, kur flisni për investimet e cilat bëhen nëpër komunat e caktuara, do ju kisha lutur të më tregoni një kompani shqiptare e cila ka shfrytzuar 1 cent nga kredia hungareze e marë. Nga 250 milion euro të marrë kredi hungareze për të ndihmuar kompanit vendore, do ju kisha lutur një kompani të më tregoni shqiptare, me kapital shqiptar, që është shfrytzuese aty kredi, asaj kredi. Përgjigjen shpejt të vazhdoni? Nga ana tjetër, kur flisni për besueshmërinë në gjyqësor, është fakt se brenda 2 viteve nga besueshmëria në 2%, falë qeverisjes ku ju bani pjesë, besueshmëria ka rënë në 0,2%. Në komunën e Haraçinës, përmendet projektet e cilët realizohen atje, për arsye se vi vetë nga ai sektor, dhe më duhet të demantoj me fakte të përmbajtura, se qeveria e kaluar, pikërisht në atë komunë, ka bërë realizimin e projekteve më të mëdhaja, që në atë komunë asnjëherë nuk i ka parë në sy e në ëndër. Ndërsa tash, vazhdon implementimi i projekteve të cilat kanë nisur dhe i kemi trasuar ne kur kemi qenë në pushtet. Dhe nuk ka akoma një projekt të vetëm, e citoj, një projekt të vetëm, të ri të nisur tash e 2 vite. Dhe ju vazhdoni akoma të thirreni në narrativën se BDI-ja e ka fajin për atë që në komunën e Haraçinës nuk ka investuar. BDI-ja, pushteti i kaluar, qeveria e kaluar, komunës Haraçinës dhe të gjitha komunave tjera, nga projektet, nga buxheti i shtetit, ju ka ndarë në përqindje më shumë se 60% komunave shqiptare për investime në projektet të cilat kanë të bëjnë me përmirësimin e infrastrukturës ujore, e infrastrukturës së ujrave të zeza, e infrastrukturës së ujit të pishëm, e kështu me radhë. Prandaj, këto janë të gjitha gënjeshtrat të cilat mundohen në një çfarë mënyre, iluzionin ta paraqitni si realitet. Zoti Sulemani, këto janë fakte mbi të cilat nuk keni mundësi dhe të drejtë që të thoni të kundërtën e kësaj. Është e vërtetë se tash e 2 vite, kjo qeveri nuk është duke prodhuar edhe një produkt të vetëm të suksesshëm dhe thirret në akuzat dhe krijimin e narrativës të kritikës. Zoti Sulemani, u thash edhe më herë, u është bërë e vjetër kjo narrativ. Duhet të ndryshoni, duhet të kapeni, të përveshni duart dhe të bëni diçka në qoftë se keni fuqi për të bërë. Nuk mund të thirreni në vazhdimsi në të kaluarën dhe të mbuloni dështimet të cilat ndodhin nga dita ditës. E përmendet se nga qeverisja, kur jeni ju në pjesë e qeverisë, nuk ka pasur asnjë problem ndërretnik. Unë nuk e di çfarë problemi do të jetë më i madh në prezencën e kryeministrit në Kumanov, në një lojë të basketbollit, brohoritet shqiptari vdekur, shqiptari mirë, dhe as kërkush për këtë nuk ndërmerr asgjë. Një polic, pikërisht përsëri në Kumanovën tuaj, e përdhos flamurin shqiptar, ju delni me deklarata se do përgjigje, do ndëshkohet, do japë llogari, dhe ne mësojmë se pas 2-3 jave nga ai rast, po i njëjti polic është avansuar në detyrë. Zoti Sulemani, këto zhbërje, këto rënime të arriturave të shqiptarëve, mos i numëroni në mënyrën e kundërt. Kjo nuk është mbrojtje, kjo nuk është avansim. Kjo është shkatrim, është degradim, është nënçmim, të cilin ju si pjesë e qeverisë u bëni shqiptarëve nga dita ditës. Për arsye se aty ku jeni të ulur, nuk ju pyet askush,
nuk ju këshillon askush. Dhe ju jeni në pozit në qeveri vetëm për të plotësuar kulturën, jo për të përfaqësuar popullin të cilin thirreni se e përfaqësoni. Këto janë faktet. Në qoftë se keni kundër faktet të këtyre, ju lutem, tregoni. Me që ne kemi të kufizuar, jo vetëm të duhesh të përgjigjesh në pyetjen e parë që e ngriti zoti Rexhepi, se cila kompani shqiptare ka marrë fonde nga 200 milionë euro. 250 milionë. Nga kredia hungareze të dedikuara për bizneset. Nga kredia hungareze 80 milionë euro janë shpërndarë në për komunat shqiptare për zgjidhjen e problemeve infrastrukturore. Në komunat shqiptare, përkurimet publike, ju thot as një cent nuk është shpërndarë nga kompani shqiptare. Ato që i marrin, krahje të bizneseve. Ata të cilët i marrin dhe jo, unë ju them ma përmend një kompani shqiptare. Ato të cilët i marrin dhe i ndërtojnë ato projekte janë kompani shqiptare. Jo, ato janë mjetet të cilat u janë ndarë komunave për projekte. Për projekte. Të cilët i realizojnë kompani shqiptare. Jo. Ka grant të veçantë me të cilin përkrahen kompanitë në mënyrë direkte për zhvillimin e biznesit të tyre. Edhe mediumet e kanë qasjen e lirë në informata, mund të kërkojnë informata të tilla, unë jam i bindur se ka kompani të tilla. Unë nuk kam për momentin shifra. Jo për arsye se jam i sigurt që ka. Në të dhënat zyrtare, ku mund të kërkohen këto të dhënat, nuk figuron një kompani e vetme shqiptare me kapital shqiptar që është shfrytëzuese e këtij segmenti të kredisë. Jo, ka, si s'ka. Jo, nuk ka, nuk mjafton të thoni që ka. Ka. Vetëm edhe një diçka se u përmendën këto brohoritjet. Në kohën e juve ka ndodhur më shumë se 100 brohoritje të tilla, kur askush s'ka marrë përgjegjësi. Në kohën e juve nuk ka ndodhur, por në kohën e juve 8 vitet e kaluara. Në kohën e juve shqiptarët nuk kanë guxuar ta kalojnë urën e gurit që janë rënë brutalisht nga komunizmi. Probleme ndërretnike dhe ju nuk mund të numëroni vetëm një brohoritje. Ju nuk mund të numëroni vetëm një problem ndërretnik. Zoti Rexhepi, të ndëgjova deri në fund. Tash, në kohën e juve shqiptarët nuk kanë guxuar ta kalojnë rrugën e gurit, se janë rrapur vazhdimsi nga komitat. Në kohën e juve, ju lutem, më tregoni për cilën periudhë flisni? Për periudhën para 2001-shit. 23 vjeçare që ka periudhën para 2001-shit. Bashkimi Demokratik për Integrim. Jo. Këtë që e thoni ju është elementi para 2001-shit dhe pas 2024-s. Mos bëhemi tash se kemi zbritur prej hëne edhe nuk kemi duke jetuar në këtë vend. Më numëroni një rast të tillë që ka ndodhur nga 2017 deri në 2024. Ju lutem. Pse 2017? Po, nga 2017 në 2024. Kur u te i kaluan, kur u te i kaluan të gjitha problemet ndërretnike në vend, ndërsa periudha paraprake ka qenë periudhë e cila i ka parapri një angazhimi, një përkushtimi, një pune, një sakrifice dhe një rezultati që shqiptarët të jenë të zotë të vetë në këtë vend. Zote Rexhepi, atë dëgjohemi. Tani, zoti Sulejmani. Nuk mund të amnestoni vetën nga qeverisja 23 vjeçare, sepse BDI ka qeverisë. Në atë kohë janë rrahur nxënësit në për autobuse. Janë rrahur. Janë djegur pronat e shqiptarëve. 23 vite jeni ju. Për arsye se nga ato 23 vite, 6 vite, 7 vite keni qenë pjesë e qeverisë. 6 vite, 7 vite pjesë e qeverisë. Vitet më tërë të politikës shqiptare janë në kohën e Gruevski që keni qeverisë. Zoti Sulejmani, a mund të dëgjohemi? Ju e filluat përgjigjen kundër fyrjeve që ka ndodhur në Kumanov se ka ndodhur në kohën e BDI-s. A nuk është bë mjaft me këtë justifikim? Si s'është bë, pajtona. Jo, zoti Sulejmani, tani çështja është, nëse ka ndodhur atë fyrje në kohën e BDI-s, ai keni kritikuar ju. Po. Tani, çfarë po ndërmerrni ju kur po veprohen në të njëjtën formë në pushtetin tuaj? Për dallim nga sepse pyetja nuk ushtrua pyetja se çfarë ka ndodhur në kohën e BDI-s. Pyetja është se çfarë ka ndërmarrë Vleni si kundër fyrjeve ku ka qenë prezent edhe kryeministri. Është qesharake që një kritik të tillë ta jep një parti politike e cila për 23 vite i ka leju këtë punë. Tash është qesharake. Shumë e qartë. Ne duhet të gjejmë zgjidhje ligjore. Ka pas raste. O çfarë duhet bëjmë, çfarë po bëni o zoti Sulejmani? Ka pas raste kur për shembull është keq përdorur flamuri shqiptar në Prilep, ka marrë përgjegjësi, ka pas dënime. Ka pas raste të cilët nuk kanë arritur të zgjidhen organit gjyqësore ku ta di çka. Unë mendoj se këto punë duhet të zgjidhen me ligj. Me ndonjë ligj për sport, i cili në mënyrë të rrept e sankcionon fyrjen drejtësisë. Sulejmani. Jo, po më parasysh këtë dërgoj. Jo, duhet kalojmë tema tjera sepse koha po ik. Ligjet të cilët i bëjmë ne, i dërgojmë Komision Venecias për të marrë mbështetje edhe evropiane, edhe për të mos mund pastaj
Kujna ti kujtohet, pastaj të na i kontestojë dhe me na i shfuqizojë. Zoti Sulemani, fakti që e thoni që ju i dërgoni ligjet në Komisionin e Venecias, nuk i dërgoni ju. Po si nuk i I dërgoni? dërgon patroni juaj, që u bën me dije. Koha e patronave ka mbaruar ju propozoni dhe që mund të ketë një mini ndikim të vogël në përmirësim të diçkaje shqiptare, të mos miratohet dhe të mos sillet asnjëherë. Padronat e fundit kanë qenë Sasha Mjallkove dhe Nikola Grevski. Për atëherë ka mbaruar koha e patronave. Dhe mendimet e Komisionit të Venecias nuk janë për të parandaluar asnjë të drejtë ligjore, por vetëm për të treguar drejtimin e mënyrës së implementimit. Çka ka të keq? Dhe gjithçka që është miratuar drejt. Po ju keni dërguar në Komisionin është konform mendimeve. Keni dërguar edhe ligjin për përdorimin e gjuhëve e kemi dërguar. Po çka ne ka të keq? kemi marrë përgjigje prej aty dhe juve nëse ju kujtohet zoti Sulemani, vetëm seanca e kuvendit në të cilën është miratuar ai ligj mjafton të kuptoni dhe të pranoni se çka ka bërë BDI-ja për shqiptarët. Atë vazhdoj me tema tjera, sepse duhet t'i përmbyllim edhe ato që janë para por sonde për të diskutuar. Parlamenti Evropian ka kërkuar që gjuha shqipe të zbatohet me tekst të veçantë pas takimeve që kanë bërë studentët me eurodeputetët që provimi i jurisprudencës pra të jepet në gjuhën shqipe. Ku ka ngel kjo çështje zoti Sulemani, sepse u bën një takim me kryeministrin, pas atij takimi kryeministri i vendit tha që nuk është diskutuar asgjë, në anën tjetër ju keni propozuar një draft, dokument nuk është pa akoma asgjë publik, por vetëm kështu në mënyrë deklarative është propozuar një model. Siç është i njoftuar gjithë opinioni, qeveria ka krijuar komision ekspertësh, të cilët janë duke u munduar të gjejnë një zgjidhje që edhe studentët që i kanë kryer studimet në gjuhën shqipe të mund të japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Zgjidhja e tillë do të kalonte një problem i cili daton prej vitit 1968. Më thon 58 vite, të gjithë ata të cilët janë nështruar provimit të jurisprudencës e kanë dhënë atë provim vetëm në gjuhën maqedone. Dhe pas 58 viteve, pas shumë qeverive që kanë ardhur edhe prej pavarësimit të këtij vendi, qeveria vlen po e gjen një zgjidhje ligjore e cila do të mundsoj studentëve të fakultetit juridik që provimin e jurisprudencës ta japin në gjuhën shqipe. Shumë jemi të lumtur që këtë një konstatim të tillë e ka dhënë edhe raporti i Komisionit Evropian. Kjo tregon se gjitha shumë sende që janë përmendur në këtë raport, koalicioni vlen edhe kjo qeveri vetëm se është duke punuar që të gjejë zgjidhje ligjore për to. Po, megjithatë eurodeputetët nuk i cilësuan studentët që janë dorë fshehur e BDI-s, po i mirëpritën në takime dhe e miratuan kërkesën e tyre. Studentët i kemi përkrahur prej fillimit edhe ne. Prej kur e kanë ngritur çështën. Studentët kanë qenë këtu dhe kanë thënë që rezolutën nuk e ka mbështet koalicioni vlen. Cënë rezolutë? Në kuvend. S'ka nevojë me mbështet rezolutë koalicioni vlen, kur koalicioni vlen është duke dhënë zgjidhje. Tani po mirë. Tash ne nuk kemi që të him në si lojra politike të cilët i nxit opozita, fatkeqësisht, po ne jemi këtu për të ofruar zgjidhje. Edhe zgjidhjen po e ofrojmë. Tash puna pse po vonohet, po është pritur sa vite, të presim edhe një muaj 2 dhe mendoj se përfundimisht studentët do ta japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Zgjidhje gjysmoke apo kombinimi detyrueshëm për momentin? Zgjidhja ekziston, por mungon vullneti politik dhe fuqia politike e implementimit të asaj. Pse nuk pati vullnet politik në për arsye se amandamenti 5 i Kushtetutës dhe ligji për përdorimin e gjuhëve neni 1 e definon mënyrën dhe e jep rrugën se cila është zgjidhja e provimit të jurisprudencës dhe të gjitha provimeve tjera, jo vetëm. Gjithashtu, duhet përmendur edhe qëndrimin e raportit të Bashkimit Evropian në lidhje me provimin e apostrofuar. Parlamenti Evropian kërkon zgjidhjen e menjëhershme të çështjes së përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore. Duke theksuar se zbatimi i marrëveshjes së Ohrit duhet të realizohet jo vetëm në aspekt informal ligjor, por edhe në frymën e saj. Në këtë drejtim, rezoluta kritikon tendencat për t'i paraqitur protestat studentore si të motivuara politikisht ose si faktor destabilizues, duke kërkuar trajtim objektiv të kësaj çështje. Zoti Sulemani, ju me këtë që e thatë paraprakisht jeni kundër raportit të Bashkimit Evropian. Për arsye se ju jeni ata të cilët nuk keni përkrah protestat studentore dhe të cilët i quani se
protestat studentore janë të motivuara politikisht. Zoti Sulejmani, ajo që duhet të bëni ju është vetëm të implementoni atë të cilën BDI u ka sjellur. Dhe u ka sjellur një pyetje për këtë. Edhe një rifreskim të memorjes së re. Nëse nuk e dini, ndoshta ju ka ikur, një nga ata antarët e gjykatës kushtetuese që kontestojnë gjithçka shqiptare, është zgjedhur pikërisht që voton kundër për gjithçka shqiptare, është zgjedhur pikërisht me votat e VMRO-s dhe Vlenit. Të tjerët gjithë me votat njëri prej atyre, dhe ato të tjerët, të cilët... Cila ishte pyetja? Jo, është një pyetje që kam interesante. Pse mos i po deklaroni se nuk keni nevojë me paraqit zgjidhje ligjore për këtë zgjidh ligji për gjuhët, pse deputetja juaj Rina Ajdari ka paraqitur në kuvend propozim ligj për ndryshimin e ligjit për dhënien e provimit të jurisprudencës, në të cilën duhet thuhet se provimi duhet jepet në gjuhë shqipe. Kur, në cilën kohë ka paraqitur këtë kërkesë? Ka paraqitur pak më parë, edhe e dyta. Jo, kjo është fakt. Çështja e provimit të jurisprudencës dhe provimeve tjera përkatëse është e zgjidhur me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Pse deputeti ka paraqitur ligjin? Dhe neni 23. Jo, po pse ka paraqitur ligj? Pse nuk është avansuar e ligj? Pse nuk është miratuar e ligj? Për arsye se është konstatuar në moment se një tentativ e tillë është gabim e interpretuar dhe nuk duhet bërë në atë mënyrë. Për arsye se ligji për përdorimin e gjuhëve është ligj i veçantë i cili prezumon të gjitha ligjet të tjera. Loga, ish ministri juaj ka paraqit propozim ligj. A është miratuar ligji? Jo, më kam paraqit. A është miratuar ligji? A është miratuar ligji? Mendojnë se duhet ligji të ndryshohet. Mirë, pse është largu nga rendi? E ka tërheq vet. Kush e ka tërheq? Deputetja. Jo këtë të Krenarllogës, sepse zoti Lloga nuk është larguar. Ai ka qenë një mos më u pas largu kishte qenë në ai ka qenë një PR potezi ish ministrit që të përfitojnë një pikë politike dhe asgjë. Jo, ai nuk është tashmë as në parti. Ku do t'i dërgoj atë pikë? Po si nuk është. Zoti Sulejmani. Ku është? Mund ta shohim Zoti Sulejmani, neni 23 i ligjit për përdorimin e gjuhëve që është erga omnes, e rregullon dhe e qartëson krejt çdo tentativë tjetër. Është e qëllimshme për të zhbërë atë që është ndërtuar. Ligji për përdorimin e gjuhëve thotë të gjitha ligjet tjera duhet harmonizohen me këtë ligj. Ju jeni vetëm duke kontribuar dhe dhënë kontributin tuaj në prishjen dhe zhbërjen e kësaj që është bërë. Po për fat të keq, ju nuk jeni të vetëdijshëm dhe nuk e kuptoni se jeni pikërisht në shërbim të atyre të cilët gjithçka që është shqiptare kanë kundërshtuar. Ndërsa ju vetëm ju jepni një duartrokitje për gjithçka që ato e arrin dhe dalin njëjtë si ai zotriu që e përmendet parës me emrat e komunës së Tetovës, dalin dhe lëvdohen. Partneri juaj i koalicionit. Ndërsa ju nuk e ka bërë kur kemi udhëhequr ne. Po partneri juaj i koalicionit është përderisa ka udhëhequr Bashkimi Demokratik për Integrim. Përderisa BDI ka qenë pjesë e pushtetit. Nuk ka ndodhur kjo. Ju jeni duke udhëhequr një agjendë politike. Vleni është në qeveri dhe kur Vleni paraqitet vetëm si një kukull. Gjithë që po e bëni si kultuqeve, gjithë që po e bëni është agjendë politike dhe asgjë më interesave kombëtare shqiptare. Asgjë më shumë se mirë, zoti Sulejmani, po e mbyllim këtë, mirë, po tani po e akuzoni BDI-n që nga opozita është e fuqishme, ndikojnë gjykatë kushtetuese për ta shfuqizuar një vendim të tillë? Po sa vite kanë udhëhequr me sistemin e drejtësisë o vedin. Ende kanë zgjatje politike aty brenda, po me telefonata kanë emëruar prokurore e gjykatës. Të gjithë e kemi dëgjuar, nuk është kjo ndonjë fshet. Jo, zoti Sulejmani, edhe një çështje po ka votu kundër këtij vendimi. Shqipne, edhe një çështje sa i përket ligjit të gjuhëve. Është e specifikuar në ligj që në periudhë një vjeçare të gjitha ligjet tjera do duhet harmonizohen. Ata që nuk harmonizohen vlen dispozitat e këtij ligji. Do duhet harmonizohen. Tash kur jemi te jurisprudenca. Ata që nuk harmonizohen. Jo, vetëm një moment. E keni aty neni 24. Po. Ata që nuk kanë harmonizuar vlen dispozitat e këtij ligji. Menjëherë pasi është miratuar ligji për përdorimin e gjuhëve, pas disa muajve në seancë ka shkuar ligji për dhënien e provimit jurisprudencës. Pse shumica e hershme me BDI brenda saj nuk e harmonizoi ligjin edhe më ia mundsu studentëve me dhon provimin gjuhë shqipe. Pse nuk e bën këtë punë? Kemi këtu. Pse nuk e bën këtë punë? Asnjë kërkesë e parashtruar nuk ka ardhur në ato për dhënien e provimit të jurisprudencës
S'ka në pas gjuhën kërkesë, shqipe. s'ka pas shqiptar që e ka dhënë provimin. Nuk ka ardhur asnjë kërkesë. Pse ju veproni vetëm pas kërkesave, Jo, zgjidhni ne problemet. veprojmë në krijimin e kushteve që të fitojnë të drejtën. Po ju keni pas Dhe ju obligim. ajo që duhet ta bëni është vetëm të implementoni Jo. dispozitat pozitive të këtij ligji që akoma është në fuqi dhe i cili në kohën kur ju qeverisni, pikërisht kjo gjykatje kushtetuese ka hapur lëndë Ligji për përdorimin e gjuhëve ju ka obliguar të harmonizoni ligjin tjetër. Ju ka obliguar ligji. Gjitha neneve ku Domethënë, përdoren ju- gjuha shqipe. ju nuk e Dhe keni kjo është respektuar një vetë dëshmi ligjin më të e cilin e mirë keni e sjellë. asaj, dhe kjo është një dëshmi më e mirë e asaj se kjo gjykat tani punon pikërisht në ato direktiva të Po, cilat lere ju i gjykatën në përmendni. inderum. Ju keni Direktivat e sjellë ligj politikës, për jo të gjuhën. politikës të cilën ju e përfaqësoni. A e keni sjellë ligjin për gjuhët? A e keni Politikës sjellë? e cila Në është kushte të dëm- jashtëzakonshme. Ama e keni sjellë ligjin Jo, që se po, keni prandaj e respektuar. pyeta, mjafton vetëm të kujtoni për një çast, momentin e miratimit të këtij ligji në parlament, çfarë atmosfere ka mbizotruar në atë vend, sikur ky ligj të mos i rregullonte këto çështje të cilat ne flasim për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, besoj se nuk do krijohej ajo atmosferë. Pasi e keni sjellë Në ligjin. seancë plenare. Pasi e keni Prandaj, sjellë ligjin. nderuar, Pse nuk e keni respektuar prandaj, ligjin? nderuar, ju jeni tash 2 vite pjesë e qeverisë. Jo, unë Dhe pyetjen e nuk kam keni shumë qartë. prodhuar- dhe nuk Pasi e keni prodhuar- sjellë ligjin, pse se dhe keni nuk respektuar? Keni prodhuar edhe një produkt të vetëm në Lutem, përgjithësi dhe jepe implementim të përgjigje. kësaj. Jepe përgjigje. Dhe paraqiteni akoma mbroni tezat se jeni opozit. I nderuari Sulemani. Nuk kemi opozit, Ju ne jeni po i 2 zgjidhim vite. problemet të cilat ju i keni lënë duhet pas zgjidhje. Jo, ju i Ne po i bëni zgjidhim, problemet. jo, ne po i Ju i zgjidhim ktheni problemet që ne kemi shqiptarët lënë ju. Ju i ktheni në shqiptarët në problemet me të cilat janë ballafaquar para 2001-shit. Të cilët i keni lënë ju aty. Ju i ktheni shqiptarët në problemet Po me të marrëveshja cilat ata ore, janë në cilin vit është dashur për ballafaquar para mbylljen e 91-shit. Jo. Marrëveshja Ohrit është dashur për mbylljen e vitin 2004. Ende po e bisedojmë marrëveshjen e A Ohrit. diskutojmë tema S'është më në rregull. përmbajtësore që të na kuptoj edhe më qartë publiku. Krahas provimit të jurisprudencës, çështje që është aktuale në kuvend është edhe ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Tani, zoti Sulejmani, keni parë nga këto deputeti BDI, zoti Ilir Hasani, bëri thirrje madje që qytetarët të dalin edhe para kuvendit në përkrahje të BDI-s për ta penguar kalimin e këtij ligji, sepse ky ligj, sipas zotit Hasani, është i dëmshëm për shqiptarët. A di si përkthehet kjo thirrje? Të mblidhen qytetarët dhe të dalin kundër marrëveshjes së Ohrit. Kjo është përkthimi adekuat. Ligji për përfaqësimi i drejtë dhe adekuat është pjesë e marrëveshjes së Ohrit, të cilën BDI-ja na e ka çarë kokën për 23 vite. E tash kur vlen këtë kategori të marrëveshjes së Ohrit, që është edhe kategori kushtetuese, prej mekanizmit po e shndron në ligj, BDI del dhe thot, dhe të gjithë janë kundër, del dhe thot nuk duhet përkrahet. Tani, zoti Ata- Sulejmani, këtë kontribut për realizimin ose plotësimin e marrëveshjes së Ohrit, vlerësoni që këtu ka merite edhe zonja Karakamisheva, brengoset më shumë për marrëveshjen e Ohrit? Merita, pse po e përmeni zonjën Karakamisheva e jo për A shembull pse mos ta zotrin përmendim? Jeton Ama Shasivari. Pse mos ta përmendim? Po pse A kemi pse mos ta formuar, përmendim? që tash, kemi formuar një komision. Zoti Sulejmani, më tregon edhe një emër tjetër, përveç zotit Jeton Shasivari, që është në përkrahje dhe është që e në përmban, përkrahje. që e përmban këtë propozim ligj. Është përpilus, jo vetëm përkraje. Jo, edhe një emër tjetër. Po mu nuk më Kjo duhet është edhe një shqiptar. tjetër. Nuk më duhet edhe një Domethënë, tjetër. Më mjafton Jeton e gjitha, Shasivari sepse me kemi me një personalitet, me një ekspertëve. figurë intelektuale Jo. që mundohet që këtij iluzioni juridik të ja jap emrin e ligjit. I nderori Sulejmani. Tash ju po Ligji për shiteni përfaqësimin e ma drejtë. ekspert se Jeton Shasivari për Ligji për çështjen e ligjeve. ligji Ju për lutem. jo, po edhe Ju ai lutem. vetë pranoi Çka pranoi? në prezantimin e ligjit përpara antarëve të komisionit në kuvend. E tha që ligji nuk përmban elemente etnike. Ligji përmban vetëm elemente profesionale. Të arriturat e shqiptarëve në këtë vend janë si rezultati i sakrificës Dhe marrëveshja e Ohrit buron pikërisht nga pakënaqësitë etnike që kanë qenë. dhe nuk buron nga profesionalizmi. Jo, ne Dhe kemi nuk probleme buron me nga profesionalizmin. trajtimi i shqiptarëve në mënyrë të barabartë në këtë shtet. Dhe nuk mburon nga të drejtat e shqiptarëve të cilat i kanë pasur para Do marrëveshjes t'ua së Ohrit. japim edhe juve zoti Recep Sa fjalën, po mos ta fundoj? ndërpresim, po. Do me thonë, ata të cilët bëjnë thirrje për të mos e votuar ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, në mënyrë direkte e godasin marrëveshjen e Ohrit. Edhe ne, në kohën kur BDI e ka propozuar ligjin për përdorimin e gjuhëve, kemi pas kritikat tona. Kemi thënë që ky ligj nuk e zgjidh problemin e gjuhës ashtu si duhet, mirë po në fund e kemi votu. Sepse e kemi mendu
si një çështje e rëndësishme, siç është gjua shqipe, do duhet të Kur keni avancojë. qenë pjesë e pushtetit. Jo, opozit kemi qenë. Në atë kohë deputetët tonë ka qenë Në opozit atë periudhë vogël dhe keni e qenë kanë opozit. ngrit dorën për ta përkrahur ligjin e gjuhëve. Dhe tash kemi të bëjmë me një çështje shumë të rëndësishme, sikur ligji për gjuhët edhe përfaqësimi adekuat, që është pjesë e marrëveshjes së Ohrit, dhe dalin opozita dhe thonë do duhet bllokohet. Kjo është e turpshme. Ata që cilët e godasin këtë ligj janë duke e goditur marrëveshjen e Ohrit. Kjo pikë. Atë nalimi këtu. Qetra pikë, vetëm Zoti Sulejmani, çështjen e rregullimit të mosbatimit të këtij ligji, vetë zoti Shosevari ka thënë që rregullohet me përgjegjësi politike. Po. Nalimi tani këtu. E keni parë me gjas një reagim publik të zotit Ademi. Arber Ademi, pra sekretarit të përgjithshëm të BDI-s, i cili po ashtu është jurist, i cili ka ngrit një pyetje publike. Dhe tani çon po ashtroj juve këtu. Në rast se cënohet ky ligj nga persona që janë të zgjedhur nga populli, do thotë presidenti, kuvendi e kështu me radhë. Si do të veprohen në këtë situatë? Kush do i shkarkoj ato? Po. Qeveria? Tash qeveria i shkarkon organet të cilët ajo Po. i menaxhon. E si veprohet këtë situatë kur janë të Shumica e zgjedhur? shkeleve. Zoti Ismaili, më fal, për arsye Jo, se jo, vetëm është e devijuar edhe pyetja edhe përgjigja edhe diskutimi. Ne do të kthehemi këtu. Nuk ka një nen të ligjit në të cilin parashihen masa ndëshkuese. Ata marrë përgjigjen prej zotit Sulejmani, pastaj ju do ta vendosin në binar, me që po e cilësoni të devijuar. Po, zoti Sulejmani. Si veprohet në situata kur ligji nuk respektohet nga persona që janë të zgjedhur nga populli? Kështu tash, te çështja e sanksionimit që po e përmendin, ne kemi vlerësuar se shumë më shumë sukses do të kemi në rast se e instalojmë parimin e përgjegjësisë politike. Ligji për përdorimin e gjuhëve nuk është se nuk ka masa sanksionuese, ekzistojnë. Cilat janë? Po dënimet. Cilat dënime? Do me thonë, ka dënime gjoba në formë të parave, dënime financiare, të cilët personi që e shkel ligjin do duhet në vlerë monetare. Sa raste deri tash i kemi pas që janë dënuar? E para, shumë pak. E dyta, ama pse duhet ta merrim parametër mos respektimin e Jo. ligjit në përpilimin e një ligji të ri? Shifte Duket tash. absurde mos zbatimi i një ligjit. jo ne po dojmë të instalojmë një parim më të fuqishëm se dënimi në para. E para, dënimi në para, kur e shkel ligjin një udhëheqës i institucionit, do ta paguaja dënim prej parave taksapaguesve. Cili është përfitimi jonë këtë rast. Ne po instalojmë një mekanizëm shumë më të fuqishëm, që është përgjegjësia politike. Brenda qeverisë do të formohet një trup koordinues i cili do ta përcjellë në vazhdimsi zbatimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, do të kërkojnë në vazhdimsi raporte nga gjitha institucionet se sa po e zbatojnë, mënyra se si do të zbatohet kjo, do të përpilohet një metodologji të cilën do ta përpiloj trupi koordinues dhe metodologjin e caktuar do duhet patjetër ta respektojnë të gjitha institucionet. Institucioni i cili nuk e respekton do t'i nënshtrohet përgjegjësisë politike. Këtë trup koordinues e udhëheq zëvendës kryeministri i parë i shtetit, edhe ai në mënyrë të vazhdueshme për secilin funksionar i cili do të refuzojë që ta zbatoj ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat, do të ngrisë procedurë për përgjegjësi politike. Edhe pse në ligj përgjegjësia politike nuk shkruan askund. Nuk mundesh përgjegjësinë politike ta vendosësh me normë juridike. Edhe një sankcionim që ndodh këtë rast, sepse të gjithë jemi dëshmitarë se në të kaluarën ka pas keqpërdorime të balancuesit në aspekt të deklarimit etnik të atyre të cilët kanë aplikuar për vende të caktuara të punës, sipas këtij ligji, ai i cili deklaron në mënyrë të rrënjshme etnikumin e tij, do të ndëshkohet me 3 muaj mos pasje të drejtës së aplikimit në ndonjë vend të caktuar të punës. Mendojmë se me në këtë mënyrë ndëshkim i madh. Po mendojmë se është një farë ndëshkimi, shumë, i cili me një farë mënyre nuk do të lejoj askujt që aq lehtë të mund ta ndryshojë edhe deklarimin e tij. Deklarimi gjithashtu do të menaxhohet përmes dokumenteve të cilët i kanë të gjithë personat. Ja, ne do të vazhdojmë edhe për edhe do të bazohet në regjistrimin e fundit të Nuk e shtetit. mora një përgjigje konkrete, pastaj për t'ia dhënë fjalën zotit Rexhepit. Është diskutuar kjo çështje edhe me ekspertin tuaj se si të veprohet në situata kur shkilet ligji nga një person i zgjedhur nga populli? Shifne, ligji parashef edhe një masë të caktuar të evaluimit pas 5 viteve. Gjithçka të cilën ne e vërejmë se nuk është duke shkuar ashtu si duhet, në momentin kur bëhet evaluimi i ligjit, që mund të jetë edhe një lëshim që po e përmendni ju,
atëherë do të inicojmë ndryshim të këtij ligji për ta përmirësuar edhe për ta mbajtur çështjen e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat ashtu sikurse duhet si e drejtë e caktuar kushtetuese. Ta dëgjojmë zotin Rexhepi. Po. Zoti Ismaili, në propozimin ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, nuk ka një nen në të cilin parashihet identifikimi i përkatësisë etnike. Nuk ka një nen që parasheh kuota etnike. Nuk ka një nen që parashe masa sankcionuese për ata të cilët nuk do e zbatojnë këtë ligj. Dhe ajo që është më tragjikomike, ne flasim për një propozim ligj që funde kry është i hartuar dhe i shkruar nga një profesoresh e cila nga dita ditës në publikimet e saja, në kanalet e saja të komunikimit me qytetarët dhe me publikun, e shpreh qëllimin dhe synimin e saj. Për arsye se pikërisht nëpërmjet të këtij ligji, ajo tenton dhe ka dëshirë që shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut të paraqiten si popull pakic. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk janë popull pakic. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut kanë statusin e popullit shtetformues. Dhe kjo është fal asaj të arriture të marrëveshjes së Ohrit dhe asaj të arriture që Bashkimi Demokratik për Integrim, gjatë gjithë kohës që ka qenë pjesë e qeverisë, ka krijuar mekanizma, ka krijuar infrastrukturë, ka krijuar rrugë të cilën duhet vazhduar dhe ndjekur dhe mbrojtur në interes të shqiptarëve. Zoti Sulejmani, nuk mund të thoni se ligji për përfaqësim të drejtë është e mira dhe rezultati i marrëveshjes së Ohrit, për arsye se ende pa mos u miratuar ky ligj. Ju jeni dëshmitar të asaj se çfarë ndodhen me punësimet nëpër institucionet shtetërore. Dhe ajo që është më tragjikomike, dje, për shembull, kemi marrur një informacion që në parkun kombëtar Malishar, që është një kryevepër e qeverisë së kaluar dhe një e arritur e Bashkimit Demokratik për Integrim, bëhet gati punësimi i 5 të punësuarve të etnisë maqedone. A dini ku ndodhet drejtoria e Malishar? Para ca kohëve, në një prej institucioneve, është bërë punësimi i 45 maqedonëve dhe 3 shqiptarëve. Para 2 muajve, në Ministrinë e Punëve të Brendshme në Tetov, stacioni policor i punëve të brendshme në Tetov, janë punësuar 5 maqedonë, 0 shqiptarë. Në centralet elektrike të Maqedonisë, në Strug, janë punësuar 23 maqedonë dhe 0 shqiptarë. Këta të dhëna do i analizoj dhe do i artikuloj ai komisioni i cili e parasheh dhe një herë në vit do japë raport, ndërsa ne për çdo ditë do të nështrohemi, do të nënçmohemi dhe për çdo ditë do të largohemi nga institucionet shtetërore. Në qoftë se këto janë ky disbalancë në numra, pse zoti Sulejmani? Shifni, kjo nuk është e vërtetë. Unë mund të sfidoj, zgjidhni vitin më të mirë të punësimit që e keni ju. Vitin më të mirë zgjidhni, edhe ai vit as nuk mund të parafrohet vitit 2025 kur Bleni ka qenë qeveri. 2500 punësime dhe avancime të shqiptarëve në institucionet shtetërore. Për arsye se as nuk mund të afrohet. Për 2 vitet, përderisa vetëm 2025 apo për 2 vite. Edhe përfaqësimi i drejtë është rritur për 0.5%. Unë nuk e di një punësim të vetëm. Si nuk e di? Një të vetëm që është punësuar në një institucion shtetëror dhe që ka marrë vendim të pune. Bile. Ndërsa të angazhuar, të ofruar, me kontratet të përkohshme. Ju kemi dhënë vendime dhe aktivistëve të cilët ju i keni lënë me kontratë. Vetëm thuani, vetëm jep një rast në një institucion. Unë kam raste konkrete dhe numra konkret dhe u numëroj dhe u përmend me emrat të institucioneve. Po ne me hinë në numërim të institucioneve në kohën tuaj ka plot institucione që kanë qenë me zero. Po. Sa të punësuar ka pas Akademia e Shkencave. Për arsye se Bashkimi Demokratik për Integrim kur ka ardhur në pushtet. Ka zoti Sulejmani? Kur ka ardhur tash ka zero. Jo, nuk ka zero. Ashtu ai i njëjti që ka vazhduar me. Po, pikërisht. 2 vite janë pjesë e pushtetit. Po mirë dhe. Dhe apo ju vazhdoni të thoni. Institucione të tilla në kohën tuaj sa ka pas. Në kohën kur Bashkimi Demokratik për Integrim ka ardhur në pushtet, administratën shtetërore e ka gjetur me 0.2% dhe juve i nderuar u ka lënë me 24%. Dhe këtë që e thoni ju, 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 është e barabartë sikur të bësh atë krahasimin e elefantit edhe lepurit.
kur të dytë bashkë hypi Zgjedhën domaten një edhe lepuri, Jo, ju re, thot të zgjedhën një tjerëve, unë edhe elefanti bashkë Ja kemi thuaj, 3 tonë. viti më i mirë i BDI-s punësime ka qenë ky viti. Edhe hajde i krahasojmë. Jo, pse s'po e pranoni këtë sfidë? Mirë po, në të njëjtën kohë edhe vlen është sfiduar që ta përpiloj një listë me sa të punësuar, kush janë ata të punësuar, sigurisht nuk janë anonim apo. Lere që e kemi punësuar një problem jetësor vendimin. Lere që drejta juja. Një shembull tjetër zoti Sulemani që nuk e kam të shkruar. Lere që kemi punësuar, po i kemi dhënë vendime dhe aktivistëve të tyre, të cilët këto i kanë lënë në kontratë në vepër për vite me radhë. Zoti Sulemani, edhe atë kemi një rast më eklatant, më të ri. Në STM-hën në Gostivar, në muajin e kaluar, janë bërë 5 punësime përsëri dhe janë bërë 0 shqiptar. Ndërsa në kohën kur ne kemi udhëhequr. Ma jepni një shembull, lutem, një shembull ma jepni. Po nuk mbaj evidencë tash punësimeve, po kemi institucione ku është kundër ta kanë ndodhur. Keni kadrovikun dhe është mirë që kur të flasim për punësime le të kemi një listë të qartë sepse janë përmend 2500 punësime, 800 avancime. Jo, 2500 punësime dhe avancime. Dikon 600 avancime. Duhet me listë, me emra, mbi emra. Pse garancë me fjalë? Po janë të punuar. Për arsye se ajo është një narrativ e krijuar në vazhdimsi. Qytetarëve t'ju sjellet një numër përpara syve, në fakt të mos ketë asgjë reale që ekziston. Për arsye se këtë flasin numrat, zoti Sulemani, nuk i them unë. Po shkoni në institucione dhe do i shihni. Po nga institucionet i kemi nxjerrë. Shqiptar punojnë aty. Kto e kemi nxjerrë nga institucionet. Ka institucione ku ne kemi punësuar që ju përpara keni lënë me zero. Institucionet e caktuara. Ne nga analiza, nga kërkimet tona të cilat kemi bërë, nuk kemi hasur në një institucion të vetëm, në të cilën janë punësuar shqiptar dhe nuk është punësuar makedon. Nuk ka një jemi afruar drejt fundit edhe natyrisht duhet të përfundojmë këtë që kemi parapar, lufta kundër Bixhozit. Si po e bën këtë luftë koalicioni Vlen, derisa në fushat elektorale ka premtuar mbyllje totale të kazinave dhe sot na sjell në kuvend një ligj që është e kundërt e asaj që është premtuar, pra ligj për largim 500 metra të objekteve të lojrave të fatit. Arsyeja se pse në fushat e kemi përmendur në mënyrë të vazhdueshme çështjen e kazinove dhe lojrave të fatit, është se në një farë mënyre kjo veprimtari thjesht filloi të dalë nga kontrolli, edhe fatkeqësisht opozita e tanishme ka qenë një prej lojtarëve kyç në këto biznese të lojrave të fatit, dhe kjo është diçka një sipërmarrje që ne e kemi bërë për ta luftuar si dukuri, sepse mendojmë se me të vërtetë i dëmton rënd jo vetëm shqiptarët, por të gjithë popullatën e këtij vendi. Tash është në procedurë parlamentare ligji i ri me të cilin 500 metra larg objekteve të shkollave nuk guxon të ketë një objekt të kazinos e para, me të cilën mendojmë se në vendbanimet shqiptare do t'i largojmë kazinot që janë afër shkollave, se kemi shumë raste të tilla. Edhe në komunën e Çajirit planifikohet që me këtë ligj diku 90% e kazinove të largohen, në komunën e Tetovës do të ketë një efekt jashtëzakonisht mirë, ku gjithashtu planifikohet që mbi 80-90% e kazinove të largohen nga qendra, edhe kjo është shumë e rëndësishme sepse të rive, thjesht të rinjt nuk do të shohin me sytë e tyre kazino dhe lojra të fatit. Mirë, po nuk është që do të kenë aq larg, 500 metra nuk është një distancë cilën po do të largohen nga qendrat e qytetit, nga qytetet do të largohen. Po sigurisht është një dhe do ta shihni efektin pozitiv që do ta sjellë ky ligj në këtë aspekt. Tjetra, me këtë ligj bëhet ndalimi i reklamimit të lojrave të fatit, që mendojmë se ka ndikuar negativisht deri tash te popullata jonë. Gjithashtu do të bëhet edhe rritja e tatimeve në të gjitha operatorëve të cilët mirën me lojrat e fatit. Në aspekt të mbylljes së kazinove, deri tash kemi mbyllur 358 platforma online dhe po punojmë në mënyrë të vazhdueshme që përfundimisht ta reduktojmë sa më shumë numrin e kazinove, jo ndoshta të hiqet e tëra, sepse prap është një industri e cila ka edhe numër të madh të punësuarve. Sipas informatave që kemi diku mbi 60-70.000 të punësuar i ka. Mirë, po në mënyrë graduale ne po mundohemi që ta reduktojmë. Për shembull, edhe në Shqipëri dhe në Kosovë ka pas po kaq të punësuar, mbas edhe më shumë. Po atje u mbyllën, zoti Sulemani. Ka pas raste që janë mbyllur, mirë, po ne kemi zgjedhur një strategji tjetër. Për arsye se mendojmë se nëse në mënyrë të vazhdueshme e reduktojmë, edhe ata të punësuar të cilët punojnë në një kazino të caktuar, kur largohen prej pune, do të kenë hapësirë për të gjetur një punë tjetër.
Më thonë, mendoj se më mirë është në mënyrë graduale. Ti qasemi kësaj pune se sa për një. Po, vetëm shumë shpejt, zotë Rexhepi, sepse jemi krejt në fund. Të jemi reciprok në Po, definitivisht, po. Propozim ligji i propozuar nga kjo qeveri është copy-paste, nëse nuk keni informatin nderuar zoti Sulejmani, deputetëve, materiali që u është dërguar për këtë propozim ligj, është i njëjti copy-paste propozimi të cilin e bëri qeveria e kaluar kur ne ishim pjesë e qeverisë. Nëse ju dolet në kampanje zgjedhore për të poentuar poena politik, pa mos pasur informata se në këtë industri ka të punësuar, e ka profite ekonomike, e ku ta di unë çfarë. Saqë, në qoftë se vazhdoni me këtë narrativ dhe me këtë retorik, do na bindni se kumari, kazinot janë pjesë e industrisë dhe motori kryesor i ekonomisë së shtetit. Prandaj, propozimi është i njëjti, po ju e premtuat se do i mbyllni kazinot. Dhe tash po jeni ju ata të cilët me ligjin e njëjtë, pa mos e ndryshuar një pikë dhe një presje, pa mos e ndryshuar as edhe një nem të vetëm në këtë ligj, e propozoni dhe mundoheni që qytetarëve t'u ashisni si reformë dhe si arritje. I nderuar, ky ligj ka qenë propozim i qeverisë së kaluar, i cili nuk ka qenë i nënshkruar nga kryetari i shtetit asaj kohe dhe ka qenë i kundërshtuar pikërisht nga partneri i juaj qeveritar, që aso kohë ishte opozit, dhe tash bashkë me ju, kur ju premtuat se do i mbyllni, të njëjtin ligj, pa ndryshuar pikë dhe presje, e shisni përpara qytetarëve, jo, është propozimi jonë. është propozimi jonë, është propozimi i qeverisë. Ky propozim është i joni. Zoti Snopçe quajti ligji i Artan Grupit, tha nuk e kemi mbështet këtë ligj kur e ka propozuar Artan Grupi, nuk e mbështet se mas tani. Unë nuk e di ligji kujt është, ato insinuatat e BDI-s nuk duhet mirën parasysh. Janë insinuata, këto janë të dhëna dhe fakte reale, i nderuar Sulejmani. Keni deputet në parlament. Mund të pyetni cilin do nga ato deputet dhe të marrin materialin se kanë qasje dhe në materialin e vitit 2023 dhe ta shohin çfarë është ajo që e bën ndryshe këtë ligj nga ai ligj. Në kohën e juaj nuk ka pas propozim nga ai ligj, në kohën tonë po sjellet ligji. Dhe kjo e dëshmon se ne jemi duke bërë një betejë për t'i larguar kazinot nga qytetet tona dhe nga rinia jonë. Ju jeni në kohën tuaj, në kohën tuaj janë shtuar numri kazinove. I premtuat se do i mbyllni kazinot, në kohën tuaj është shtuar veprimtaria. Ne jemi dëshmitar të asaj, që akoma më tepër hapen, akoma më tepër lulëzon kjo industri dhe pikërisht kjo bëhet me përkrahjen e kësaj qeverie dhe partnerët tuaj, të cilët në kohën kur duhet të miratohej ishin kundërshtarët më të mëdhenj dhe sot janë shitësi e iluzionit sa ata e bëjnë këtë. Është gabimi më i madh të cilin e keni bërë dhe gënjeshtra më e madhe të cilën ju u a keni dhënë qytetarëve. Ne gënjeshtrën të cilën ju keni poentuar. Ne po reduktojmë ju keni shtuar. Jo, është gënjeshtër me të cilën ju keni poentuar. Se ju dhatë betim se kazinot do i mbyllni një herë për gjithmonë. Ja, 358 janë mbyllur. Jap një rast zoti Sulejmani para 2 muajve, jo më tepër se para më shumë se 2 muaj, në rrugën Shkup-Llac, në një parsel kadastrale që ishte regjistruar Vareza, është hap kazino. Në rrugën që se keni ndërtuar? Në rrugën Shkup-Llac, në parcelën kadastrale të regjistruar për Vareza. Është krijuar parcel e veçantë dhe është hapur kazino. Kjo nuk ka ndodhur në kohën e BDI-s. Kjo ka ndodhur në kohën kur ju heqni me këtë. Në po të njëjtën rrugë, drejtori juaj ka depo të aparateve të para 2 muajve ka ndodhur fenomeni i hapjes së kazinos brenda në Vareza. Po ju keni qenë promotori kryesor i lojrave të fatit dhe i kazinove. Pikërisht zëvendës kryeministi i parë juaj. Nga regjia më informojmë se jemi në pjesën krejt në fund. Zoti Sulejmani, rikonstruimi i qeverisë, kryeministri i vendit tha që të premten dhe të shtunën do të takohet me partnerët e koalicionit për çështjen e rikonstruimit. Nga vlet, cilat emra i keni analizuar performancën e tyre, kush prej ministrave aktual, zëvendës ministrave do të ndryshohet apo do të vazhdojnë ngjashëm? Fillimisht takimi i parë me siguri do jetë rreth mënyrës se si do duket rikonstruimi i qeverisë, a do kemi rikonstruim më të madh apo më të vogël.
liderët e Vlenit kanë pasur takime me të gjithë funksionarët në të cilët kanë raportuar për punën e deri tanishme 2 vjeçare që kanë bërë gjatë qeverisjes dhe presidenca e ka fotografinë e qartë se cili prej funksionarëve të Vlen ka performuar mirë e cili nuk ka performuar mirë dhe mbas asaj fotografie momenti që i nënshtrohemi procesit të rikonstruimit, ashtu do t'janë edhe veprimet e tona. Tash për tash nga ajo që dihet edhe publikisht, është pozitë vakante, pozita e zëvendës kryeministit për qeverisje të mirë zotëri Fetajit. Gjithashtu do t'jetë pozitë vakante edhe pozita e ministrit të politikës sociale zotëri Limanit, për punë të tjera dhe më detale të shohim se si do të rrjedhë takime dhe bisedimet me partnerin tonë të koalicionit. Pra emra të tjerë nuk keni përpiluar ju si Vlen, kur do shkojnë? Jo, ende nuk ka diçka të tillë, të presim se si po zhvillohen bisedimet me kryeministrin dhe në bazë të marrëveshjeve eventuale se si duhet të zhvillohet procesi i rikonstruimit, ashtu do të jenë edhe veprimet tona për të cilët do të informoheni me kohë. Zoti Regjepi, pas kongresit të BDI-s me reformat që i ka bë si po ecë puna në opozit, është gati BDI-a për të rikthyer? Fillimisht do të them që kjo qeveri nuk ka nevojë që të rekonstruohet, kjo qeveri do të jap dorëheqje dhe sa më parë të largohet nga skena politike, për arsye se kjo qeveri, pjesë ku bëni edhe ju i nderuari zoti Sulejmani, është një qeveri e cila nuk ka legitimitet etnik. Edhe prandaj sa më parë që largohej nga ato kultuqe ku ju i zeni vend, i bëni nder vetvetes dhe shqiptarëve të këtij vendi. Zoti Ismaili, Bashkimi Demokratik për Integrim është duke kaluar në një proces të rikonstruktimit dhe riorganizimit të strukturave të saj partijake në të gjitha degët, pas kongresit të filluar në dhjetor të vitit të kaluar. E vështirëson këtë proces konsolidimi i Vlenit një subjekt? As pak, për arsye se Bashkimi Demokratik për Integrim mbart fuqinë kadrovike të cilën e ka të evoluar pikërisht nga kuadrot e veta dhe nga strukturat e veta. Dhe BDI është e gatshme kur do që të mahen zgjedhjet të dalë dhe të ballafaqohet me votuesin. Këtë vetë zgjedhje të parakohshme keni thënë se nuk do të ketë, apo? Intenca jonë është që ta përfundojmë mandatin sepse kemi ende punë për të bërë. Sa i përket zgjedhjeve në çdo moment jemi gati për zgjedhjet. Kur do që janë ato, për arsye se për momentin Vlen është forca e dytë politike në vend me 10 komuna të fituara, hiç më larg se zgjedhjet e fundit lokale që i patëm shumë afër, në të cilën thjesht BDI e mori mesazhin edhe e mori përgjigjen e pyetjes së legitimitetit. Po të mos kishte Vleni legitimitet. Ani nuk do të pajtohet zoti Regjepi, po është fakt kjo, po të mos kishte Vleni legitimitet, nuk do të kishte 10 komuna në qeverisje. E mbyllim. Vleni nuk e ka legitimitetin për arsye se pjesë e qeverisë nuk bëhesh nga zgjedhjet lokale. Po i kemi 107.000 vota shqiptarëve. Po ne kemi 137.000 vota të shqiptarëve. Nuk janë shqiptarëve ato, janë të turqve, të romëve, të shumë etniteteve tjera. Duhet ta ndërpesim se u kthyt shumë herët në kohë. Faleminderit zoti Sulejmani, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve. Zoti Regjepi, faleminderit. Faleminderit zoti Ismailit. Shikues nderuar, faleminderit për momentin tuaj dhe deri në takimet tona të radhës, mirëmbëjtje.